Territori i Kosovës për datën 15 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave të ftohta dhe të qëndrueshme ajrore duke sjellë mot kryesisht të kthjellët dhe me vranësira të lehta. Në disa zona kodrinore gjatë orëve të mëngjesit pritet mjegull e lehtë kalimtare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 15 tetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 15 tetor do të jetë në orën 6:41, ndërsa perëndimi në orën 18:01. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 15 gradë Celsius. Podujev 3 deri në 15 gradë Celsius. Skënderaj 3 deri në 15 gradë Celsius. Pej 4 deri në 16 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 16 gradë Celsius. Gjakov 4 deri në 16 gradë Celsius. Malishev 3 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan 3 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj 3 deri në 15 gradë Celsius. Kaçanik 3 deri në 15 gradë Celsius. Suharek 4 deri në 16 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 16 gradë Celsius.